kema qal. Shumë të nderuar vëllezër besimtarë, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatit e Allahu Dhul Xhelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdërimet çdo men që i takojnë vetëm Allahu Xhelle Shanuhu Xhelle Xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu Xhelle Shanuhu Xhelle Xhelaluhu, të cilin e falenderojnë, e madhërojnë, i nënshtrohen dhe i bëjnë sejdë atij çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu Xhelle Shanuhu Xhelle Xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam e nderuar vëllezër, bashkërisht kështu si jemi në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin wa ala ali sayidina Muhammed. Ati dhe familjes së tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, dhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot do të kalojmë në një temë komplet ndryshe dhe tjetër, të cilën jo që se kemi cek disa raste, ti themi sporadike, por pak më gjerësisht vendosëm që të flasim për urtësitë psikologjike të përsëritjes së tepërt të tregimit të Musait alayhis salam. Përmendoni Kurani famullar dashur vëllezër, për Musa alayhis salam flet me analizë dhe kërkimi serioz ka qenë 136 herë. Imagjino 136 herë Allahu e përsëritën dhe përmendën vazhdimisht emrin e Hazreti Musës alayhis salam. Ndërsa ne këtë kemi thënë po e përsëri emrin e Muhamedit alayhis salam, Allahu lëshanu me paremra, me prapashtesa dhe parashtesa përmendën non stop, por me emër e përmendën 4 herë Muhamedin alayhis salam, ndërsa Musën alayhis salam e përmendën 136 herë. Edhe për te o pak si tepër, ta themi kushtimisht, ne su përzijemi është tepër, është pak, është shumë, por e themi këshu me habi para se të hyjmë në detaje pse. Kur ndëgjojmë vetëm si numër, themi shumë e përmendëm. Për shembull, Allahu Xhelle Shanuhu më shumë i përmendën Beni Israilët në Kur'an se sa sahabët. Mirë, lexoni Kur'an do të bindeni. Nuk është diçka e reja është për ato që ndoshta nuk i ka lexuar ose s'ka informacion. Përmendoni, Beni Israilët përmendën gati se non stop. Se kur përmendet Musa alayhis salam, normal që përmendet faraoni, përmendet nana e tij, përmendën Beni Israilët, përmendet shpallja, përmendet shkopi, përmendet gjarpri, përmenden muxhizet, mrekullitë e kështu me radhë. Me thonë krejt këto, nëse i përfshijmë në numër, do shohim se përmendën 136 herë Musa alayhis salam. E pse përmendet kaq shpesh? Është shumë e rëndësishme të dini. Me thonë, në aspektin do mundohemi, asa kemi mundësi dhe kohë, të i bëjmë qasje vetëm psikologjike. Në aspektin psikologjik, përsëritja e tregimit të Musës alayhis salam, një rezime e shkurtur, se në fund ndoshta do të anashkalojmë, është arsyeja se në komplet zinxhirin e etapave të jetës së Musait alayhis salam, është njeriu modern. Njeriu, ne për shembull. Ne e gjejmë veten në jetën tonë të përditshme, aty përfshi vuajtjet, aty përfshi mirësi, aty përfshi brengat, aty përfshi begati, aty përfshi ballafaqimi me stuhi socio-ekonomike kështu me radhë, politike, pushtetare, diktatoriale, krejt këto fazat të cilat i kaloi Musa alayhis salam, i dashur vëlla, të njëjtat faza i kalon sot ti, unë, ai tjetri, politikani, udhëheci, imami, muezini, hoxha, doktori, mjeku, mësuesi, udhëheci, krejt ai leadershipi modern e gjeni në historinë e Musa alayhis salam. Unë realizova vetëm di ajetin 4 dhe ajetin 7 të surës Kasas. Musa përmendet në shumë sure, por më shumë këtu përmendet edhe në surën Bekare.
A herë pas herë përmendet gati se gjithë kundi. Në surën Kasas, ajeti 4, çfarë thot Allahu xhanu? Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Wa uhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti fa alqihi fil yammi. Ne e inspiruam, tash e kapim historinë komplet prej fillimit. Kjo qasje nuk është e tregim. Nëse doni tregim, mini lexoni tregimin edhe do vije xhumi para xhumit. Kjo nuk është tregim xhumi. Kjo është tregim zgjimi në nxjerrje xhumin Allahu përmes tregimeve kuranore nuk na vën xhum, na çet xhumi na zgjon. Ço o njeri. Ço shife Musa, shife Muhamedit, shife Ibrahimi, shife Luti, shife Nuhi, shife Jusufi. Krejt shifi këto edhe dhe ndërtojsh një personalitet jashtëzakonisht të mirë, edhe do jesh më i vetëdijshëm se histori dhe tregimet kuranore janë çfarë janë? Janë perla vetëdijsimi, nuk janë perla edhe tregimet xhumi. Thot Allahu i thot nënës së Musait alayhis. Për ta kuptuar ngjarjen, ju e dini krejt si ngjarje, por ne do t'i qasemi pak më ndryshe. Faraoni kish pa një ëndër. E dini ju këtë, ashtu? Një ëndër, do me thonë ëndrat e vërteta mund t'i dalin edhe jo muslimanit. E dini? Se ne jemi mësu, duhet t'jesh normal, duhet t'jesh ma abdes, duhet t'jesh falë namaz natë, duhet ta shohësh ëndër në bas si falë namazin e sabatit, këto punë faraoni hiç nuk i bani, se nuk ish musliman. Faraoni direkt ju paraqit në ëndër. Çfarë ju paraqit në ëndër? Një zjarr që vjen nga Shami ose ku e diune, edhe komentuesit si Irbasët, magjistarët për rreth, ja komentuan ëndrën se në mesin e Beni Israilve do të lindje një fëmijë që do të arëzoje perandorin, pushtetin. A ishte ëndra e vërtet kjo? E vërtet ishte. Interesant. Edhe pse faraoni nuk ishte musliman. Ai pa ëndër të vërtet. Me thonë, ëndrat e vërteta mund të dalin edhe tek të tjerët, ama për këtë ishte për keq, nuk ishte për të mirë. Edhe ata i sugjeruan se ky tha çfarë më sugjeroni, që mos më rrëzojnë prej pushtetit. E këtu tregon që ai nuk ishte besimtar, normal. Se sigurt ishte besimtar, nuk do mirë të masën, vrasë fëmijë. Ata çfarë i thanë? Që mos biesh prej pushtetit, o faraon, duhet të vrasësh të gjithë fëmijët që do të lindin djem. Fosh një djem, ti therish krejt, që do lindin. Vetëm kështu mos mund të shpëtosh pushtetin tënd dhe perandorin tënd. Interesant. Ata në shenjë mëshire, interesant, në shenjë mëshire vendosi faraoni një vit t'i vrase djemt, një vit mos i vrase. Kjo është një detaj që unë e vetë si hoq nuk e kisha ditë, interesant. Detaj historik, ne dim që ka urdhëruar t'i vrase krejt djemt, por ka bë pak tolerime, ti themi në thojza. Tolerimi i tij çfarë ishte? Një vit do vrase djemt, një vit nuk do vrase djemt. Allahul Gjelal për të na bindur neve se kundra kaderit të tij as një centimetre s'mund të bëj askush asgjë, çfarë bëri? Vitin që e kishte të mos vrase, lindi Haruni, vllai Musës. Vitin që e kishte të vrase fëmijë, djem, lindi Musa alayhis. E shqipësia. Për ta ngushtuar situatën, demet, Allahu e ngushton situatën. Allahu nuk e ngushton situatën. Allahu të mbron përmes situatave të cilat ti edhe unë për momentin s'dim t'i lexojmë. Besoni, ne jetojmë në realitetin e Zotit, po në realitetin tonë mendor, mental, psikologjik, ne shpesh gabojmë dhe shpejtojmë. Pse? Se njeriu khuliqal insanu min ajal. Njeriu u krijua nga nxitimi, nga ngutja, nga natyra jemi të nxituar, ashtu. Ama mbas disa vjetëve çfarë themi? Ej, mirë që s'u bë ajo punë. Ne ishim të uvra për t'u bë, Allahu kish vendosur mos bë. Ama tash unë mbas 10 vjetëve e shoh se mirë që nuk u bë ajo punë. Një ofertë pune, shefi ta refuzon. Shkon në intervistë, ti krejt kushtet i plotson ashtu. Ti
si punëtor, refuzohesh nga firma, ashtu. Edhe ti mbërzitesh jashtë maset, një 2-3 net e para nuk flen. Masa ndaj natën e 4 fillon të kapje ka pak gjumbi. Kur e shemu, Zoti mos e boft, ka jo fabrika që dojshë ti të hish në punë, mu atë datë kur ti adesh të fillosh në punë, krejt fabrika digjet bashkë me punëtorë. Ti supranove dhe shpëtove. Shef? E tash o mirë për të ja kesh. A be mirë është, ti nuk din të lexojsh, mos u bën pasave. Edhe, interesant, vitin që duhesh të vriteshin fëmijët, lindën Musa a.s. Këtu ka një detaj, se unë këtë temë inshallah ta'ala, nëse jemi gjallë, mendoj 2-3 javë të mbajnë, të paktën 2 javë, se kemi 10 pika shumë psikologjike, shumë dobishme vëllai, shumë të mira janë. Ta shohësh jetën tënde komplet brenda lëkurës së Musës, edhe nënës së Musës, edhe Beni Israilve. Ta shohësh se realiteti sotëm, edhe gjithmonë realiteti i psikologjisë njerëzore do jetë i lidhur ngushtë me jetën e Musës, me jetën e Jusufit a.s. edhe me jetën e pejgamberit a.s. Shumë interesant. Thuhet që për Musën e din fiks se ka jetë kuranore. Por, për Samiriu e dini kush është? Samiriu, një emër në kohën e Musa a.s. Samiriu është ai personi i cili kur e kalun detin, kur u qa deti, Musa shkoj të flasë me Allahun në kodrën Tur. Samiriu në munges të Musës, Haruni ishti, nuk e kish karakterin e Musës, ta reformoj popullatën, nuk don të t'i përqaj Beni Israilit, nuk mund të bën të gjë. Samiriu organizoi, mori krejt arin, altanat e grave, i shkriju edhe bëri një viç si Zot. Edhe fillon të adhurojnë viçin për Zot, stakfirullah. Kjo Samiriu. Kur Allahu vini vesh kësaj, interesant, Allahu çfarë mrekullish bën në jetën e njerëzve. Kur Allahu Gjeleshanuhu e inspiroi nanën e Musës, kur lindi nanën e Musa a.s. Thot kështu, në ajetin 7 të surës Kasas. Wa auhajna ila ummi Musa, ne e inspiruam nanën e Musës. Nënë e Musës, a ishte pejgambere? Si ishte Allahu pejgambere, gras ka dërgu. Amën e inspiroj. Që neve, mu personalisht, inshallah nuk gaboj, na jep mundësin të mendojmë se Allahu edhe ty edhe mund të na inspiroj. Kjo inspirim nuk thot i shpalli. Fjala auhajna në këtë rast e ka fjallën, edhin kur do të bësh një gjina ose sevab. Ma më pun, anon ka sevabi, ka Allahi. Kjo është inspirimi Allahu Gjeleshanu. Të dish, kjo është inspirim. Nuk është diçka që nuk njihet në Islam. Kjo është inspirim. Allahu e inspiroi nanën e Musës a.s. Çfarë të bëje? Ajo ishte friksuar se ushtarët hinin shtëpi në shtëpi për t'i vrarë foshnjët gjemë, për t'i thejë se mos bëhet në një foshnjë të rritet dhe të rëzoj Musën prej pushtetit. Shëfësa interesant është. Sot konkurenca politike, stakfirullah, abe nisu historia, unë vazhdimisht e them, historia e Musës ka kaluar para 4.000 vjetëve. 3.500 vjetë deri 4.000. E njëjta histori përsëritet sot në rrethet politike të ne, në Evropë, në Ballkan, në Amerikë, në botë. Me thonë, politika apo politikant u revanshohen palës tjetër që kanë si konkurent, po deri në eliminim shkon ajo. Nëse interesat janë më të mëdha, rreziku për hakmarrje është më i madh, deri në eliminim. Me thonë, faraoni eliminon të fëmijë, ai vriste të fëmijë, pse? Mos qodë një fëmijë që marrë pushtetin, sot krejt lufta në dynjë bëhet për pushtet. On djenjë të vrasë, të shantazhoje, nxjerrën prej pune, të largon prej pune, krejt zeza t'i bën që ti mos vish në atë pozicion që ati t'i pengosh, as pak nuk du t'i pengosh. Allahu çfarë thotë? E inspiroi nanën e Musës, i dha një ide. Do ndalem shumë. Çfarë ide i dha?
En erdi'i, a ishte bebe, foshnje. Ma para çfarë i tha? O nënë e Musës, e inspiroi Allahu. Ja çoi në mendje, domethënë. I dha ide, kjo është inspirim. I dha ide që ti jap qumë shtëpia, ani se je friksuar. Ama në jepi le pije bebje, le të pije qumsht. Sikur me i thanë mes reshtave, ne kemi përgatit këtë Musën, e përgatisëm kishë si fëmijë. Nëse Allahu kishë vendosë të aboje Musën pejgamber, nuk kishte njerin dynjë që mund t'i bëje dëm Musës. Çfarë thot kjo? Nëse Allahu ka vendosur të të bëje mirë ty këtë dynjë, ke puna jote, ke biznesi jote, ke arritjet tuaja, ke suksesi jote, nuk ka njeri në dynjë që mund ta pengojë suksesin tënd. Edhe rrizimin tënd, dhe ngritjen tënde, intelektuale, sociale, ekonomike, shpirtërore, fetare. S'ka këtë haranja, të dini. Besimi dhe mbështetja duhet të jetë pa rezervë ka Allahu. Edhe Allahu këtë neve na bën me dije. Prandaj them, tregimi i Musës alayhis salam, tregimi i Musës nuk është tregim historik, por tregimi i Musës është rast psikologjik që ndodhen brenda neve të gjithëve, që don Allahu përmes këtyre tregimeve të na vetëdijsojë dashur Allah. Kjo çështje vetëdijsimi është. Allahu thot i jepi le të pije qumsht. E këtu fillon komplet ngjarja, mbas kësaj. Te fjalia tjetër. Fa idha khifti, Allahu i thot nënës Musës, nëse friksohesh, për çfarë? Për sigurinë e bebes. Nëse ke frikë, kemi zgjidhje tjetër. Çfarë zgjidhje? Fa alqihi fil yam. Mbështille, fute me një kosh edhe lëshoa në lum. Ja. Lëshoa në lum. Fjala lëshoa në lum është interesant. Si ta lëshoje në lum? Natyra dhe psikologjia e çdo nëne çfarë është? Natyra dhe psikologjia e çdo nëne është ta mbaje fëmijën në gjoksin e saj. Ta shtrëngoje, jo ta lëshoje. E shifni, Allahu i kërkon diçka, ta themi thojza, jo logjike për sa i përket emocionit të nënës. Për nënën e Musës kjo ishte jo logjike, ashtu. Si be të lëshoj, ajo e do më shumë bot beben e saj. Ti thosh në një nënë, për shembull këtu në Kosivar, fute me një kosh beben, lëshoje në vardar. Aman Allahu ti thote, me zemër ta ngjeje dhe me jo ti edhe unë. Ti thua ta vrasë. Allahu ti thosë lëshoje beben vardar. Prej momenti që ti do lëshosh beben vardar, deri shkup, ne dhe kujdesemi para do. Ama nënë e Musës e dinte vetëm këtë ide, lëshoje në lum. Nuk e dinte se ai do bëj pejgamber më në fund. Se dinte ajo se dinte të ardhmen e din vetëm i madhi Allah, ashtu. Këto janë ato raste psikologjike të jetë e jova. Që do me thonë, çfarë do me thonë? Gjëra që ne i shtërngojmë, i mbajnë fort, ato nga frika jonë që mos humbet, shteret, të dini. Çfarë mbajnë fort ne? Kartisën e bankës, dhjetë, jo ma kryesori. Çfarë do mbajnë fort jetë? Paret, dyqan, mbajnë fort. Deri momenti që Allah ta merr trak, edhe thot kështu, të gjëra që ti lidhesh, më haron mu, a unë nuk dua që ti mu të më harojsh. Lëre këtë, hajde të unë. A më unë fukara, unë dua kështu si fukara. Sa ashtu si zengin, jo që nuk të dojsha, por shumë ti merresh me ato, nuk merresh me mu. Shi kjo rast shumë interesant. Allah i thot nënës lëshoa. Në më thonë, në këtë jetë i dashur Allah, të lëshimi ka jetë, të shtrëngimi, çfarë ka? Mërzi dhe frikë. Ajo do e mbante nënë e Musës, se kemi hi gjërësisht të analizojmë këtë. Mos ju bezdisi, ama vini vesh do fjale. Sikur nënë e Musës të mbante fëmijën kështu, 24 orë të hipte gjitë, pi, normal qumsht, edhe të mbante forë. Çfarë do ndodhte? Po çfarë do ndodhte? Di çfarë do ndodhte?
Ushtarët e faraonit hynin shtëpi në shtëpi, ku kishte bebe i mirnin edhe i thernin para syve të nënave të tyre. Thuhet në histori se faraoni ka vrarë dhe ka therë mbi 70.000 fëmijë, vetëm ta shpëtojë pushtetin. Në Gaza sa u vrarë, fiks 78.000, vetëm ai qeti ta shpëtojë pushtetin. E sheh, ne jetojmë kohën e faraonit. Nëse je musliman dhe i sheh gjërat me syrin e zemrës dhe të mendjes, jo me syrin e ballit, atëherë kuptoje që ne jetojmë në kohën e faraonit. Dil fol dhe shohësh, çfarë do të çojë. Ama jo në Maqedoni, alhamdulillah nuk na vjen shumë vesh neve këtu. Dil fol atje ku folet më edhe ku ndëgjohet më shumë, dhe shohësh çfarë do ndodhi mbas 24 orë, dalën një kamion, po aksident. Ose ashtu. Vetëm një lajm një natë televizion emrin e u kri puna. Keni parasysh? Po kjo është ajo, vetëm metoda ndryshojnë. Ne jetojmë periudhën faraonike. A kemi jetuar për herë? Për herë, faraoni si figurë është përsërit, të dini. Edhe Allahu na mëson neve përmes nënës së Musës alayhis salam që gjërat me të cilët ne lidhemi, Allahu nuk i don shumë. E di kur lidhesh me gjallin, me vajzën shumë, nuk o mirë, të dish, nuk është mirë. Pse? Jo se Allahu do i dhnohet se ti e don ata ma shumë se Allahu, jo se Allahu ne duan, edhe guri, edhe druri, edhe peshqit, edhe shpenzët, kreti bëjnë seshtë, për melekët mos flasin. Por, thot, mos u lidh shumë se frika nga humbja do shtohet. Edhe kur ka frikë në zemër, s'ka ratlëk, ka stres, ka depresion, ka shqetësim, s'ka lumturi. Çfarë eksperimenti bëri Allahu me Ibrahimin? Këtë e shpjeguam kohën e Kurban Bajramit. Pse i tha Allahu Ibrahimit ta bëjë Ismailin kurban? Edhe kur i tha? Nuk i tha 3 ditë e para se ish bebe, se moshat e fëmija për ta bërë kurban, në atë kohë nuk ka qenë si moshe e deles edhe e dashit, duhet i ketë mbi 6 muaj. Por Allahu e priti që mosha e Ismailit të arrijë në atë gradë, në atë shkallë, kur Ibrahimi do lidhet më shumë emocionalisht. Kur filloi të thosë o babo, a u lodhe, a erdhe prej pune, a shkove në punë, o babi shumë dua, o babi unë jetoj pa mu, pa ty, edhe në këtë rast, Allah e tha jo, shkove në kurban. Pse tash? Allahu deshti të shoh, a ka mbet diçka në zemrën e Ibrahimit që është lidhur përpos me Allah. Ta pastroj komplet Ibrahimi, që mos mbese lidhje ngushtë shpirtërore, as emocionale, me diçka të kësaj dijaje, pse? Mos shtohet frika e humbjes. Keni parasysh ne kur shkon djali në gurbet, djali jo, adoleshent, është në atë moshën kur ende ke frikë, ke rezervë për sigurinë e tij, 10 herë do marrësh telefon deri shku. A mrita, a shkove, a erdhe, kur do vish, a e kalove putarinë, se kalove putarinë i kështë më radhë. Pse janë këto? Këto krejt nga frika e humbjes. A pse ndodh frika e humbjes? Sepse lidhja e jote emocionale është e tepruar me fëmijë që s'bën. Kjo nuk është thirrje mos me i dashur. Stakfirullah. Kjo është thirrje që lidhjen ta renditim. Islami këtë kërkon. Islami nuk thot mos e doni fëmijë. Islami nuk thot mos e doni pasurinë, dini? Islami nuk thot mos e doni malli. Islami nuk thot mos e doni luksin. Por Islami thot e renditni si duhet. Mos e qitë Allah në fund, stakfirullah. Kjo është. E ne këtu gabojmë. Allah në fund, para fundit pejgamberi, BMW-ja, Mercedesi, malli, firma, une. E kështu nuk shumë, normal që të kesh fri. Abe kam rënë depresi, abe ti mirë nuk ka dalë mendja. Ti elhamdulillah thuj që i ke mendën edhe din adresën shkoj shpi. Ti ullon e këllon më në fund. Gjete ko do farë, shkoj në gjuma, shkoj në shagët. Kjo nuk është islam. Kjo edhe tifozlëk nuk është. Ai tifozi si tifoz, do shkoj do blejë në ndresa,
e shkruan emrin e lojtarit preferuar, i bon harxhimi deri në Tiranë se shkoj ta shohë ndeshjen, investon, tifozit si tifoz. Në të paktën të jemi tifoz të flakët të Islamit, të paktën. Edhe kjo është mirë, nuk është keq. Ama i flakët. Islami, Kurani, neve na mëson renditjen e gjërave. Shkoni sa bukur. Allahu xhaleshanu kur i kurdisën gjërat, ama duhet ulemi t'i lexojmë me. Pse përmenda parë Samiriun, mos ju mbes ndërhak, se do thotë dikush e përmendi hoxha dhe e haroj. Jo se harova. E ta shfola për Musën se nana duhet të ta hudhje në lumë që mos lidhet shumë. Ajo që e hudhi e shpëtoi Musën. Ta mbante për gjoksi, do ja vristi në ushtarët, ashtu. E kjo jetë ajo kështu, me gjëra që ne lidhemi. Mos i mbani shumë fort. I shohni. As krejt mos i lishoni. Ashtu një balans dhe një distancë të mbani. Samiriu ki që u a bëri viqin bëni Israelive, kjo është e re për shumë ju, me siguri, se ka qenë e re edhe për mu si hoqë. Edhe ky ka lindur atë vit kur janë vra djemt. Atë vit që adesh të vrasën faraoni fëmijë. Edhe Samiriu lindur. Nana e Samiriut e mbështjellën Samiriun e vogël, e qonë në një shpellë në mal. E dini? Ta shpëtu e gjallën. E shpëton? E ka shpëtu. Nënë e Musës e qonë e hudhën në lumin Nil. Musa, a.s. shkon edhe e merë gruaja e faraonit e bojnë si fëmijë, rritet në pallatin e faraonit. Samiriun që nëna e le në shpeja dhe ka pas frikë, mo që shkuj ta vizitoj, s'ka shku hiq nga frika. E dini kush është kujdes për Samiriun? Gjebraili a.s. E shqipni si është këtyre thuan ligje kosmologjike, ligje zotërore, ligje hynare. Dhe me thamë, një njeri, një fëmijë, rritet dhe edukohet në shtëpinë e qufrit, që është Musa a.s. Shtëpi e qufrit, jo vetëm e qufrit, ajo ka qenë shtëpi e shirkut, ku faraoni ka thonë, unë jam Zoti, stakfirullah, ene rabbukumul ala, unë jam Zoti juaj më i lartë, ka thonë njerëzve. Me thonë, Musa a.s. edukon një qafir më i madh në një, një mushrik më i madh në një, dhe gruaja e tij që ka qenë besimtar ajo, për ka fsheh besimin e saj. Samiriu edukon Gjebraili, meleku më i madh i krejt melekëve. Kujdeset për ushimin e tij, e rritën, pije, krejt deri sa rrit. E çfarë është rezultati këtu matematika? Matematika është që një fëmijë që u rrit, kjo konstatim kundër psikologjisë, dini, edhe sociologjisë. Sociologjia thotë, ose psikologjia, nëse marrim një fëmijë e çojmë dy bineq, njërin e çojmë në xhungull, tjetrin e çojmë në Ciri të Zvicrës. Ki në Ciri, normal, kur do dalen në WC, në banjo, do lishoje ujtën, e kështu në radhë, do pastrohet. Ai që ka jetuar në xhungull do marre veset e rrethit ku arrit, ashtu. Këtu ndodhe kundra ligjeve psikologjike dhe sociologjike. Çfarë ndodh? Njeriu, fëmiu që u rrit në shtëpinë e kufrit bëhet pejgamber, njeriu që u edukua mes duarve të Gjebrailit a.s. meleku të shpalljes, meleku më i mirë dhe më i madh, bëhet qafiri më i madh. Bëhet Samiri. Shihni sa interesant është. Që Allahu në bën me dije neve se më në fund, jehdi bihi këthiren, ju dillu bihi këthiren, vë jehdi bihi këthira. Allahu humb shumë njerëz sa të doj, edhe udhëzon shumë njerëz sa të doj ai. Që më në fund, i dashullah, udhëzimi është nga Allahu Gjelle Shanuhu Gjelle Gjelalu. Pjesën tjetër, inshallah, jemi gjallë dhe shëndosh, e vazhdojmë me pikën e dytë javën tjetër, perla dhe urtësi, inshallah, madhështore
nga jeta e Musës a.s. e cila është një histori jashtëzakonisht e mirë, e vetëdijësimi, e cila vazhdon edhe sot e kësaj dite. Musa nuk është, faraoni nuk është sot, nëna e Musës nuk është, por janë qerë me emra qerë që ne i shohim dhe i përjetojmë. Walillahi l-Fatiha. Dashur vëllezër, kemi një kelime tauhid për nënën e Dritonit nga fshati Çegran, nga familja. Allahu kabul.